është knatësi, mbi knatësit, me shku në xhami me ullë para një hoxhës, në një kësi dersi pas i kindijet Ramazanit, e me ndëgju se hoxha Ramazanin e ditën dersin e parë Ramazan, me cilën fjalë do ta fillon. Është knatësi me qenë xhamati i Kurani Kerimit. Është knatësi me qenë xhamati Ummet Mustafas. E në të vinë pra Goethe, Wolfgang Goethe. Në të vinë pra Hegeli në xhami. E në të vinë pra në xhami Aristoteli me gjithë Sokratin edhe Platonin. Në të vinë në xhami pra filozofët evropian. Në të vinë në xhami orientalistat bashkohore dhe ato që i kaluan. Në të vinë në xhami politikanët. Në të vinë në xhami matematicientët edhe njerëzët e shkencës, ata që nënshmojnë islamin edhe muslimanët kanë të drejtë, ndoshta muslimanët, po islamin s'kanë të drejtë. Në të vinë të dëgjojnë ato se hoxha në kursinë e xhamisë fillon sot dersin e parë me fjalën e shenjtë të Allahu xhalla xhelaluhu, me fjalën kitab, me fjalën libër. Në të vinë të gjithë ata njerëz në xhami sot, le të ndëgjojnë ato që mendojnë se islami është i mrapametur edhe xhamati ati, edhe në të shkojnë pra prej xhamisë tonë në faltorat e popujve qerë, le të ndëgjojnë ai mësuesi ative me cilën fjalë fillon fjalën. Na fillojmë me fjalën kitab, me fjalën libër, duke dashur me abo xhamatit tonë me dijan e kanë botës se a je interesuar për përpjet, a je interesuar për të poshtë. Jam i interesuar për përpjet vetëm me libër. Për përpjet a je interesum me libër. E po ç'na ndodhi neve që po shkojmë të poshtë? Asnjë gjë tjetër, lënia e librit. Ani po na akuzojnë, tani po na thojnë, ja, shifi muslimanët. Jo, xhamati ndershëm, neve katastrofat, edhe kataklizmat që na kanë ndodhur, nuk po na ndodhin pse prej na me shumë libër. Pse na me libër, pse na lam librin po na ndodhin. Ato nuk po na ndodhin neve prej shumë muslimallëkit që kemi. Ato po na ndodhin neve prej pak ose hiç i muslimallëkit që kemi. Ato po na ndodhin neve pse na e lam punën tonë. Arritëm deri ku pra? Arritëm deri atje ku një autor egjiptas shkruan një libër. Shkruan një libër me një 70 flet. E vën emrin e librës trishtueshëm. Thot, hel nahnu muslimun? A jemi na musliman? Kështu vën emrin e një librit një autor shumë i madh rahmetullahi alayh. A jemi na musliman? Deri këtu e pronën punën. A jemi na musliman? Por mirë, masi banëm sifirin, edhe banëm Ramazanin, edhe banëm që tash një jetin, namazet, dersin, iftarin, as jemi muslimana? A i nuk tha, a jemi na musliman që ato shka jemi në xhami. S'ka kështu emni librit. Emni librit ka, a jemi na musliman. Jo, a jemi na musliman shka kemi shku me u fale dhe shka porinojmë. Po, a jemi na të gjithë musliman që ato shka mendojnë se jemi, edhe që ato shka mendojnë se janë e s'janë. A na përfshin keve neve kjo, se edhe ajo lakuriqja, e cila po këndon se ka ra një njeriu prej njerëzve në sevda, edhe ajo që ka po bohat her shejtan, e her dreq, e her melaik, e her non, e her nen, e her vajz, e her muslimon, e her qifut, e her Maria dhe Maryam, edhe ata e përfshin titulli i autorit, a jemi na musliman? A jemi musliman? Përgjigja po. Ku kem prom? Prom, ku kem? Unë jam i vetë dishëm se një numër i madhi ative shka mendojnë se janë musliman, halas janë qu prej gjumit sot. Halas janë qu se janë të lëth, për ata halas janë qu. Kur qonë prej gjumit me i pit shfar fejeni, thojnë musliman. Pra unë përpës lemën në ati djetarit, a jemi musliman? Edhe në të kundër në kësaj përpysim pra. Ata tjerët, son të na ku u futëm në këtë detin e mirësive tona, a nitën ato për këtë qeshtja? Jo, ato s'nitën as se kanë me menën me ndi pra, e na kush metëm a thu. I nderuar i gjemot, e nderuar arini, na metëm robët e epsheve të feve të huja, na metëm robët edhe robët e epsheve të besimeve të kota,
duke qenë në besimin më të mirë, duke qenë në besimin i cili Allahu Gjelle Gjelaluhu në çdo rast hemen thuaj se fillon me libër ose fillon me lexim.